gripi i shpendëve, i njohur si influenca aviare tipi herpes-1, vijon të jetë aktiv në qarkun e Durrësit. 2 vatra të kësaj sëmundjeje janë konfirmuar në fermat e kompanisë Reas dhe të Aibas, në pronësi të Armand Dukës. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, në këto ferma janë evidentuar gjithsej 497.986 pula të ngordhura. Autoritetet kanë ndërhyrë me procesin e asgjësimit përmes djegjes, por nuk është bërë publike se ku është zhvilluar ky proces. Përhapja e sëmundjes ka ndikuar drejt për drejt në treg, duke shkaktuar rritje të menjëhershme të çmimit të vezëve, ku një vezë shitet deri në 35 lekë. Vatra e parë u shfaq më 3 mars në fermën Reas në Rashbull, ndërsa më 13 mars u preku edhe ferma Aiba në Gjavzotaj. Në këtë situatë të tensionuar, niveli i sigurisë ushqimore në vend është ngritur në alarm. Konsumatorët ndihen të braktisur nga institucionet përgjegjëse, veçanërisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili akuzohet për korrupsion dhe mospërmbushje të detyrës. Përveç rrezikut nga mishi i pulës me salmonel, tashmë edhe vezët janë kthyer në burim shqetësimi. Dyshohet se produkte të kontaminuara mund të kenë përfunduar në treg, duke vënë në rrezik shëndetin publik. Në mungesë të reagimit institucional, qytetarët këshillohen të jenë të kujdesshëm dhe të informuar për të mbrojtur veten.